Bashkimi Demokratik për Integrim do të pranojë legjitimitetin e presidentit Gjorgje Ivanov vetëm atëherë kur do të arrihet uniteti i gjerë për kompromis për emrin dhe hyrje e Maqedonisë në NATO në samitin në shtator. Vetëm në atë rast është i mundshëm ndryshimi i qëndrimit të BD-s për presidentin, mbrifon për Drevnik, funksionar i lartë partijak, pasi që Ivanov fillon mandatin e dytë në funksionin e presidentit të shtetit. Nga sjellja e partive në periudhën deri më shtator dhe pritjet nga samiti i Londrës dhe raporti për përparim të shtetit, BD-i është e gatshme të shkelë mbi qëndrimet e saj rreth legitimitetit të Ivanovit dhe konceptit për shef konsensual të shtetit. Nga ana tjetër, funksionan nga VMRO-DPMN brifojnë se mosnjohja e Ivanovit nga BD-i në masë të madhe do të ndikojë në ndarjen e kulaçit qeveritar pas marrëveshjes së dy partive fituese për mandat të ri qeverisës, ashtu që do të ketë ndryshime në resor. Kështu me Ministrinë e Mbrojtjes, siç pretendohet nga VMRO-DPMN, nuk mund të udhëheq parti që nuk e njeh presidentin, ndërsa sipas detyrave dy institucionet duhet të kenë bashkëpunim. Për këtë arsye, BD-i, siç prononcohet, nuk duhet të shpresojë as për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe deri diku edhe resorin për eurointegrime. Problemi i tyre është mospranimi i legitimitetit të presidentit, thot funksionari i VMRO-s, dhe shton se në të kundërtën BD-i do të sillet në situatë ku VMRO-DPMN do duhet të jetë ndërmjetësues për Ivanovin dhe që është absurde. Ndërkohë për BD-in Ahmetit nuk ka asgjë të kontestueshme që të mbajë resorin e mbrojtjes, sepse siç thon presidenti dhe ministri nuk kanë bashkëpunim vetëse protokollar, sepse janë të qarta kompetencat e dy institucioneve dhe në çfarë situata ata bashkëpunojnë.